Banorët pranë rrugës transballkanike dhe bizneset që ushtrojnë aktivitetin përgjatë këtij aksi kundërshtojnë fillimin e zbatimit të projektit për zgjerimin e rrugës. Sipas tyre, ndërtimi i barrierave të betonit mbyll hyrjedaljet për në brendësi të lagjeve midis pallanteve dhe bizneseve, duke mos u lejuar asnjë akses kalimi qytetarëve. Ata shprehen se rrugë kalimi nuk ka as për autoambulanca apo zjarr fikse. 20 vjet në çdo dimër, lartësia e ujit vjen deri në 80 cm. Unë do të kem gomone tu, të kthehem në Veneci. Përveç sa na bllokoi dhe hyrjen për të shkuar në pallat tani, nëse këtu për shkaqe të ndryshme natyrore ose elektrike bën një zjarr, ne aty jemi të përvluar, nuk vjen dot mjeti zjarr fikses. Ktu para me këtu ka 3 biznese, të cilat paguajnë rregullisht, tani ai shkatron biznesi komplet. Baban e kemi invalid. Ne nuk kemi ku të kalojmë. Jemi në tokën tonë, jemi në pronën tonë, jemi biznese, i pagojmë gjitha detyrimet, tani na mbyllet brenda në çark. Të vënë dorë të zbatojnë ligjet siç janë për të zbatuar. Jemi mbyllur në kafaz, mori shteti gjithë të pronë, ta marri, si që mori, po të na lej rrugë të futemi brenda të punojmë. Ku do futemi neve? Jemi mbi 15 persona që jetojmë në 3 shtëpi, që jemi këtu, në këtë pellë. Projekti për zgjerimin e rrugës transballkanike në Vlorë ka nisur të implementohet menjëherë pas shembjes së rreth 120 objekteve, kryesisht shtëpi banimi.